Hetimet për vrasjen e 44 vjeçarit italian i gjetur i pajetë në afërsi të fshatit Salarino në Tepelen kanë marrë një tjetër drejtim pas ekspertizës mjekoligjore dhe kapjes së një personi kyç. Raportohet se viktima ka humbur jetën si pasojë e një goditjeje të fortë në kokë, që i ka shkaktuar gjakderdhje fatale. Kjo hedh poshtë versionin e dhënë më herët nga ortaku i tij, Eceren Braçi, i cili pretendonte se një person i panjohur kishte hapur zjarr ndaj makinës së italianit dhe se viktima ishte plagosur gjatë tentativës për t'u larguar. Ndërsa Braçi pretendon për një sulm me armë, ekspertiza teknike nuk gjeti asnjë gjurmë plumbi në automjetin e tij, përveç një gome të shpryrë. Kjo, së bashku me vendodhjen e plagës fatale në kokën e viktimës, ka ngritur dyshime serioze mbi vërtetësinë e dëshmisë së tij. Ndërkohë policia ka ndaluar gazmend Braçin, djalin e Eceren Braçit, i cili më herët ishte shpallur në kërkim. Ai dyshohet se ka qenë i pranishëm në vendngjarje dhe aktualisht po merret në pyetje nga autoritetet. Bazuar në të dhënat më të fundit, pista kryesore e hetimit po zhvendoset drejt një konflikti të mundshëm mes ortakëve të fabrikës së tullave, të cilët ata e kishin në Tiranë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.